Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doni të jetoni 100 vjeç, ja çfarë duhet të konsumojnë të moshuarit që të jetojnë më gjatë. Disa i quajnë ushqimet superstare, ndërsa ekspertët thonë se ato nuk duhet të mungojnë në dietën tonë. Pra është koha për të zbuluar se çfarë thesaresh fshihen. Përbërësit e tyre janë të paçmuar. Ato bëhen objekte studimi dhe zgjojnë interesat tanë. Për të pasur një jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme, atëherë duhet të pasuroni dietën tuaj me produkte natyrale siç janë ushqimet, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në jetëgjatësi siç janë lule shtrydhet. Një kup me lule shtrydhe ka më shumë në vitaminë C se një portokall dhe një burim i shkëlqyer i fibrave që ndihmon trupin tuaj të mbajë nivelet e sheqerit në gjak të qëndrueshme. Vezët. Ato kanë një reputacion të keq pasi mendohet se janë bombe kolesterolit, por ullumtimet e fundit tregojnë se duke ngrënë 1 ose 2 vezë në javë, ato nuk do të rrisin kolesterolin tuaj. Përkundrazi, ekspertët tregojnë se ato ulin kolesterolin e keq. Konsumi 1 vezë në ditë përveç se do të ofrojë kolin ndihmon trupin dhe trurin të funksionojë më mirë, pasi do ta furnizojë gjithashtu me vitaminat dhe mineralet e duhura, plus do të ndikojë pozitivisht edhe fal proteinës në forcimin e muskujve. Sardelet. Sardelet kanë fituar me të drejtë titullin e super ushqimit vitet e fundit, kryesisht për llojet e acideve që ato përmbajnë. Ato përmbajnë sasi të konsiderueshme të acideve omega-3, që janë thelbësore për trupin sepse nuk mund të sintetizojnë ato vetë. Prandaj jemi të detyruar të sigurojmë ato rregullisht përmes dietave tona, pasi ato mund të ofrojnë shëndet më të mirë për enët e gjakut dhe të zemrës. Avokado është e shijshme dhe shumë e mirë dhe në të njëjtën kohë shumë e yndyrshme, por ky është avantazhi i tyre kryesor, pasi është plot me acide yndyrore të mira të pangopura. Shtimi i fetave të avokados në sallata ose në sanduiç do të thotë se po i furnizoni trupin tuaj me acid oleik që mund të ndihmojnë në uljen e kolesterolit, por edhe me antioksidant që luftojnë në probleme të ndryshme. Një tjetër ushqim shumë i mirë për shëndetin tuaj është dhe kivi. Sipas ullumtimeve, duke ngrënë 2 ose 3 kivi në ditë, ju mund të zvogëloni rrezikun e mpiksjes së gjakut që mund të çojnë atak në zemër. Kivit janë gjithashtu plot me fibër dhe ndihmojnë në parandalimin e diabetit dhe problemeve të tjera shëndetësore. Patatet e ëmbla. Një patate e ëmbël nuk është thjesht një patate, ka disa karakteristika të veçanta që dallojnë nga pikpamja ushqyese nga patatja klasike. Është e ëmbël, aromatike dhe jashtëzakonisht e pasur me lëndë ushqyese. Megjithatë, ajo nuk e ka vendin që meriton në tryezën shqiptare. Vlen gjithashtu të theksohet se pavarësisht shijes së ëmbël, patatja e ëmbël ka një indeks të ulët glicemik dhe ka pak kalori, që është shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga diabeti. Arrat. Edhe arrat janë në listën e super ushqimeve pasi konsiderohen si një nga frutat e thata më ushqyese që ka një efekt të dobishëm në organet tona vitale. Ato përmbajnë acide yndyrore të pangopura omega-3 që janë thelbësore për trupin tonë. Yndyrat në fjalë kontribojnë në forcimin e sistemit tonë imunitar dhe në funksionet më të mira të trupit. Kur bëhet fjala për funksionet e trurit, kombinimi i acideve yndyrore omega-3, tripofanit dhe melatoninës që përmbajnë arrat i bën ato të shkëlqyera. Ato janë të mira për sistemin tonë kardiovaskular dhe kjo për shkak se ato janë një burim shumë i pasur i acideve yndyrore esenciale të pangopura omega-3 si dhe antioksidantëve kardiombrojtës. Edhe fasulet duhet të jenë pjesë e pandashme të dietave tuaja. Në një kohë kur mishi rekomandohet të hahet jo më shpesh se një herë në 15 ditë, fasulet janë një zhvendësues i denjë për mishin, pasi ato përmbajnë sasi të konsiderueshme të proteinave bimore. Ato ofrojnë sasi të konsiderueshme të fibrave të patreqme dhe të treqme që kontribojnë për kontrollin më të mirë të glicemisë. Përveç kësaj, ato përmbajnë sasi të konsiderueshme të vitaminës B1, e cila quhet edhe tiamin. Kjo kontribon në funksionet tona më të mira mendore. Mund të shtoni sot buke kur njohni fasulet pasi mund të zjejnë më shumë, por shkatrojnë në vitaminën B1. Gjithashtu, pasurimi i dietës suaj me produkte natyrale shumë të mira, gjithashtu do të përmirësojë shëndetin e përgjithshëm dhe do të garantojë një jetë më të gjatë. Ekspertët në zë të ushqyerjes së shëndetshme janë të mendimit se jetëgjatësia nuk varet vetëm nga sasia e kalorive, vitaminave dhe proteinave,
Ushqyerja e shëndetshme nuk është një praktikë strikte me rregulla të cilat nuk shkelen, por duke u bazuar në to dhe duke u angazhuar sa më shumë në jetën sociale, atëherë do ta keni një kombinim të duhur për një jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme. Për të jetuar më gjatë dhe më shëndetshëm, 95% e ushqimit duhet të vijë kryesisht nga bimët. Perimet, zarzavatet, drithrat dhe bishtajat nuk duhet të mungojnë në regjimin tuaj ushqimor. Hani sa më shumë produkte të stinës dhe pjesë të tyre i bëni turshi. Barishtet janë ushqime të mira për jetëgjatësinë. Njerëzit që konsumojnë një racion me barishte në ditë kanë më pak gjasa të sëmurën rënd në vitet e ardhshme se ata që nuk i konsumojnë ato. Përpiquni të konsumoni të paktën 5 racione të vogla me mish në muaj. Zgjidhni mish pule, qingji ose deri nga ferma të mira organike të ushqyera në natyrë. Konsumoni më shpesh peshk. Njerëzit që konsumojnë barishte dhe ushqimet bimore, duke përfshirë një sasi të vogël të peshku në ditë, jetojnë më gjatë. Sardelet dhe merluci janë në zgjidhje shumë e mirë sepse nuk janë të ekspozuar ndaj mërkurit ose metaleve të tjera të rënda. Hani vezë në mëngjes dhe shoqëroni me fruta ose ushqime me bazë bimore ose drithra, për të përmirësuar gjithashtu edhe dietën tuaj. Fasulet përbëhen nga 21% protein, 77% karbohidrate komplekse dhe pak yndyrë. Ato janë në një burim i shkëlqyer i fibrës. Për më tepër, 1 gram me fasule përmban shumë ushqyes, më shumë se çdo ushqim tjetër në tokë. Zgjidhni drithrat e plota për të pasuruar dietën tuaj. Gruri, thekra, elbi ofrojnë një spektër të gjerë të ushqyesve dhe fibrave, por bëni kujdes pasi shpesh buka bëhet me brumra të ardhur që shpërbëjnë niseshten ose glutenin dhe krijojnë një acid që ulin glicemin tek buka. Konsumoni më pak sheqer. Përpiquni të mos konsumoni më shumë se 4 lugë çaj sheqer në ditë. Hani ëmbëlsira pak herë në javë dhe shmangni ushqimet e përpunuara dhe të ëmbëlsuara shtesë. 2 grushta me arror në ditë janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj. Një studim i Harvardit thotë se ata që kanë arra ose arror jetojnë më gjatë dhe kanë 20% më pak gjasa të sëmuren se ata që nuk i konsumojnë arrorët. Arrorët ulin edhe kolesterolin e keq deri në 20%. Pini më shumë ujë në dietën tuaj. 7 deri në 8 gota ujë në ditë ju hidratojnë dhe ulin rrezikun e mpiksjes së gjakut. Nëse pini ujë, keni më pak etje dhe pije të ëmbla ose të gazuara. Alkooli duhet të evitohet, por një gotë me verë të kuqe mund të jetë pjesë e dietës suaj. Vera e kuqe ndihmon organizmin të përthithë antioksidantët nga ushqimet me bazë bimore. Vera e kuqe të paktën 2 herë në javë mund të jetë një produkt që ul stresin dhe i bën mirë shëndetit, por pa e tepruar. Pini çaj jeshil. Çaji jeshil ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe disa problemeve të ndryshme. Mund të përzjeni çaj të rozmarinës, sherebelën dhe lule radhiqe, ose t'i kombinoni me çajin e malit. Të gjitha këto çajra luftojnë edhe inflamacionin. Studime shpjegojnë se pirja e kafes, por në sasi të kufizuar, do të ulë rrezikun e sklerozës dhe Parkinsonit. Kombinoni në mënyrë perfekte në dietën tuaj edhe cilësinë e proteinave. Kombinoni bishtajore, drithrat, arrorët dhe perimet për të marrë 9 aminoacide esenciale që trupi nuk i prodhon dot. Për shembull, ju mund të konsumoni një racion me 1/2 spec të kuq dhe 3 receta të kombinuara me lakra të gatuara dhe kështu me radhë, dhe do të keni përfitimet më të mira ushqyese për dietën tuaj. Bishtajoret janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese pasi janë të pasur me hekur, magnez dhe folat. Hekuri është thelbësor në energjinë dhe në veçanti gratë që kanë në mungesë të tyre. Magnezi kontribon në shëndetin e zemrës, kockave dhe trurit, dhe ndërkohë përmirëson gjumin dhe redukton stresin, dhe acidi folik është i rëndësishëm për shëndetin pas lindjes dhe rigjenerimin e qelizave. Kombinimi i këtyre produkteve ushqyese për një dietë të pasur do të jetë çelësi për një jetë të shëndetshme dhe më të gjatë. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.